artificial intelligence, ki sunon që nuk i nevoj me ditë dhe me knu, ta knon kongën, gitarën, ta ban aranjmanin, s'ki nevoj me kanë muzicien. E na jemi muzicienta që bojmë live muzikë, që thë që Ndresa i bën gitarës live në studio. Dhe une me bendin bojmë muzikë, knojmë, njërsitëm. Tash unë nuk jam kundër trendeve të reja, natyrisht DJ-at i kanë sistemin e vetë, po për mu është nuk kom interesim me nguat muzikë. Kisha vazhdu prapë, unë e vazhdoj edhe dukit muzikë qatë shumë, edhe kom qëtë. Hajde, sot është performanca jute e parë në skenë. Sot, në 2026, kur po flasim. A mendon që do kishe rrugtu prej sot ka gjatë duke pas parasysh që është bo muzika sot, industria muzikore, a mendon që kishe mujt me mbjetu njëjtë që shke mbjetu atëherë? Jo. Apo? është bërë shumë ndryshë? Trendi muzikës ka ndryshu tash. Do ishe ngulfat, a? Artificial intelligence, ki sunon që nuk i nevoj me ditë dhe me knu, ta knon kongën, gitarën, ta ban aranjmanin, s'ki nevoj me kanë muzicien. Fatkeqësisht. E na jemi muzicienta që bojmë live muzikë, që thë që Ndresa i bën gitarës live në studio. Edhe une me bendin bojmë muzikë, knojmë, njërsitëm, që ajo është naturalizmi, që ajo është bio. Është e vërtet. Tash unë nuk jam kundër trendeve të reja, natyrisht DJ-at i kanë sistemin e vetë, po për mu është nuk kom interesim me nguat muzikë. Okej. Qëka më mendon që i mungon skene sonë muzikore sot? Guximi, sinceriteti, apo diçka tjetër? Hajde sinqert këto. Në si tuaj? Unë në përgjithësi menoj që gjeneratat e reja duhet me pas një bazë, familje mas pari, me pas një edukat, edhe në aspektin e muzikës, edhe në aspektin e sjelljes, edhe në aspektin e respektit, që gjeneratat tona hala kemi atë respektin për shembull për matë vjetrin, ose respektojnë për dikon që ka bo diçka. Gjeneratat e reja ma shumë jënë të evoluve me telefona, me bo qef, bili edhe jetë parazitësh. Du të me punu shumë, bota është të shku shumë për para, punojnë, kontribojnë, në kulturë. Mas nej është edhe problemi që media du të mi përkra njerëzit që kontribojnë. Për shembull, Filharmonia Kosovës ka pas koncert në Shesh, edhe spektatorës ka pas ish. Kjo është edhimshme. Kjo është shumë edhimshme edhe jemi në defanziv. Okej, kjo është. Botë, kultura që modë, me muzikë mirë, me muzikë live, me vepra, me libra, me shkencë, me teknologji. E vërtet. Kështu që edhe na jemi popull i vogël, kështu që du të më munu shumë që me arrit. Okej, mbaj si vas në vesh këta që Ndrejs shumë bukur e tha. A mendon që ke dhënë shumë sa që ke marrë mrapsht për muzikën? Edhe një herë? A mendon që ke dhënë shumë a shumë për muzikën, për skenën, e nuk e marrë mrapsht mjaftu shumë? A është me këtë sy, a është gabim e pa me këtë sy? Une nuk e kom pa. Me thonë dhash gjithë shka, dhash shpirtin, dhash këta, në aspektet ndryshme tjetës, sakrificat, çmimet ndryshme do shta ke pagu në aspektin edhe personal, pa tjetër që po. Në dhe jetave, për shembull, kur ka qenë veç një studio në Kosovë, gjatë Gashit, për mi mbledh paret, o desht me vite, me kursy, një shumë dvogël që me incizu.